Ky është një provokim i Serbisë, e cila natyrisht që dëshiron ta cenoj integritetin territorial dhe sovranitetin shtetëror të Republikës sonë. Bëhet fjalë për njësi të cilat e kanë trajnuar kryekriminalin dhe kryeterroristin Milan Radojičić në banjës të Zveçanit për vrasjen e policit të Kosovës, herojit Afrim Bunjaku, por në të njëjtën kohë tregon edhe pafuqinë e tyre, sepse në Kosovë më nuk ka struktura ilegale të cilat mund ta cenojnë stabilitetin institucional, integritetin territorial, sovranitetin shtetëror, paqen dhe sigurinë për gjithë. Dhe nga kjo pafuqi e tyre që të bëjnë diçka brenda Kosovës, ta s'kan shkuar aty rrotull kufirit edhe përpiqen që të demonstrojnë forcën. Është provokim, ne për këtë i kemi shkruar faktorëve ndërkombëtar, do ta kem një adresim edhe në mbledhjen e Qeverisë së Republikës Kosovës, e cila mbahet sot dhe ku i kemi afër 20 pika për t'i diskutuar dhe shqyrtuar e miratuar, por forcat tona janë të përgatitura, kufiri ynë është i mbrojtur dhe këtë e bëjmë me Forcën e Sigurisë Kosovës, me Policinë e Kosovës, me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe me partnerët tonë ndërkombëtar, në veçanti me KFOR-in. Pra, në njërin anë është e vërtetë që demonstrojnë destruktivitet dhe agresivitet, por në anën tjetër kjo është edhe shprehje e frikës dhe e pafuqisë së tyre që Republika e Kosovës është më e fortë se kur, më e përparuar se kur dhe nuk mund të na ndalin pavarësisht se çfarë planesh kanë apo çfarë dëshirash nuk ju treten ende.